Mos u bëj vrasht dhe grinda vec. Një vajzë ishte ulur në autobus, i cili ndaloi në një stacion. Aty hipi një grua, e cila donte të ulej pranë vajzës, duke e goditur me çantat e saj të shumta. Një pasagjer po shikonte të gjithë skenën dhe me shumë mërzi e pyeti vajzën: "Pse po hesht dhe pse nuk i thua asgjë asaj gruaje kaotike dhe e të pamatshme?" Vajza u përgjigj me buzëqeshje: "Nuk është e nevojshme të jesh mizor dhe të grindesh për diçka të parëndësishme, sepse udhtimi është i shkurtër. Unë do të zbres në stacionin tjetër." Këto fjalë, udhtimi është i shkurtër, meritojnë të shkruhen me shkronja të arta dhe gjithmonë t'i kemi parasysh në punët tona të përditshme. Nuk duhet të jesh i vrasht dhe të grindesh për çdo gjë të vogël, sepse udhtimi është i shkurtër. Nëse secili nga ne do ta merrte parasysh se udhtimi ynë në këtë botë është i shkurtër, nuk do ta bënim të errët, përplot me grindje dhe debate, me mosfalje për të tjerët, me moral të keq dhe mos mirënjohje për begatit, si dhe do ta kurseni mundin dhe kohën ton nga humbja dhe shkatrimi. Dikush nga të afërmit tuaj, a ju ka thyer zemrën: "Mos u mërzisni shumë, sepse udhtimi është i shkurtër." A ju ka tradhtuar dikush? A ju ka mashtruar apo ju ka tallur? Qëndroni të qetë, sepse udhtimi është i shkurtër. Dikush e ka harruar bamirësinë tuaj, ndihmën dhe mbështetjen që i keni dhënë kur ishte në vështirësi. Qëndroni të matur dhe të qetë, sepse udhtimi është i shkurtër. Ose mbase e ka harruar të drejtën tuaj dhe nuk ju ka treguar respektin që meritoni, mos u mërzisni tepër, sepse udhtimi është i shkurtër. Pra, le t'i mbushim zemrat tona me dashuri, paqe dhe mirënjohje ndaj Allahut për begatit, sepse dashuria është ndjenja e njerëzve të mëdhenj, jo e frikacakëve dhe keqbërësve. Udhtimi ynë në këtë botë është shumë i shkurtër, dhe nuk është e mundur të rikthehemi pas shkuarjes. Askush prej nesh nuk e di saktësisht se sa do të zgjas udhtimi i tij, apo a do të qëndrojë deri në stacionin tjetër apo jo. Prandaj le të jemi optimist, pozitiv, të qetë, të sjellshëm, të durueshëm dhe tolerant ndaj të tjerëve, sepse udhtimi është shumë i shkurtër.